Duhet ta kuptojmë çështja që nuk e donin kombin shqiptar turqit edhe grekët, kjo shprehet tek shkolla. Dhe në vitin 1902 shkolla u mbyll edhe e kthyen në burg Turqia shkollën. Edhe aty futi dhe mësuesat që ishin në shkollë i futi në burg. Në vitin 1913 pastaj e marrin grekët dhe nga viti 1916 dhe këtej pastaj vazhdon përsëri ajo që është e hapur dhe është në shërbim të qytetit dhe të shumë personave tjerë që vinin në shkollë. Po, për 15 vjet veprimi, pas 15 vjetëve ajo është mbyllur si thatë ju. Dhe këto shkolla janë ringjallë nga Austro-Hungaria ma vonë. Nga Austro-Hungaria kom fjallën në Kosovë, në Malësit Male, në Shkodër e kështu në disa vende tjera. Dhe ajo është vitin 1915-16, por edhe atëherë kur Austro-Hungaria luftën në Kosovë nga Serbët rishtazi i mbyllin ato shkolla shqipe. Dhe këto shkolla shqipe ma vonë janë hap pasi Kosova ka jetue vetëm atë pavarësi që përmendja nga Austro-Hungaria. Shkolla shqipe me e marë në esencë atë vërtetën se si janë martirizue njerëzit që janë marrë me themelimit e shkollave në gjuhën shqipe, kudo në përqendra të qyteteve shqiptare, nga jug dhe veri, ata e kanë pjedestalin apo laureatën apo si thosh përmendoren e pavdekshme. U të falenderoj shumë pasi këtu duhet të flasim pak edhe për Petronin Luarasin, i cili është helmuar nga Patriarkana greke, pse ai propagandonte shkollat shqipe në Shqipëri. Flasim pak edhe për abetaren e Naum Veqilargjit. Po, shikjo, për këto abetaret e shkrimit shqip që janë përdorë në atë shkollë, në Kesë Male kanë pas këto dy shoqata, e Stambollit dhe e Bukureshtit Rumanisë. Unë në ato vështrime apo në ditunit asaj histori, Pando Sotirit i duhet të lëshoj pas një vjetit të mësimin. Dhe këtë kujdes të vazhdimi shkollave ato për ato 50 vjet Petronin Luarasi me atë Thomas Avramin. Edhe në Qinaqë ishte? Po, dhe mos harrohet edhe një që është për t'i dhënë lavdatën gjithmonë të lirosh shtëpin e vetë për mësimin dhe hapje në shkollës shqipe si ka vepruaj Terpo, Diamant Terpo, ajo është një gur i pavdekshëm në këtë kuptim. Janë veprime që sot mungojnë. Janë iniciativa që sot mungojnë në shoqërinë shqiptare. Mos të harrojmë se sot ajo shkolla në Korç, ajo shkolla e parë, pra mësonjtoria e Korçës, është kthyer në muzeum, dhe në atë mënyrë kronologjike aty janë të rendituna edhe fotografit ndryshme dhe librat ndryshme dhe alfabeti ndryshme dhe kështu me radhë, që jep një pasqyrë të asaj jete të aty në viteve. Po, si sot arsimi, profesor, duke e marrë në zhvillim e sipër? Pra, si rezultat i hapjes së shkollës në 1887, e sot jemi në 2025-ën, flas për botën shqiptare, për në Shqipëri, me aq njohuri sa kini ju, pasi juve kini botuar 16 libra dhe mendoj se të 16 i keni shtypur në shkolla shqiptare. Edhe ju e njihni gjuhën shqipe, njihni se si është sot arsimi në Shqipëri. Pastaj do të flasim për zonën nga vini juve nga Malësia e Madhe, që unë e quaj Pëllem e Thesar. Pasi edhe ju i një figur Gjavahiri ati Thesari. Zotni Gani. Urdhro. Shikjo gjeneratat e hershme, si kur ka qenë këta e kom fjallën për
në kuptimin e ditunis dhe letërsisht shqipe si akademik, largë kanë qenë të aftë në krahasim me ditët e sotme. Edhe duhet të themi të vërtetën, ata kanë qenë njerëz të universiteteve të Italisë, edhe të Greqisë, po dhe Stambollit, po dhe vendeve tjera, Bulgari, Rumani, pa tjetër, Rumani, Bulgari e kështu me radhë, edhe ma vonë, edhe të Moskës e kështu se shikjue atë ditunin e tyne me sa gjuhë tuja kanë ditë ata, i kanë vunë veprim themelet në mënyrë shkencore, linguistike, historike dhe akademike. Unë nuk e mohoj, as kisha për të mohue për të bani krahasim ditët e atëhershme dhe ditët e sotme. Edhe sot ka njerëz të arsimuam, njerëz të palodhun në kuptimin e arsimin dhe të angazhimin të aftësive të veta për edukimin e breznive, dhe në kontekstin e kësaj, po e them që është mas e vërtet, po mos të arsimohen brezat e ri, dhe mos aftësojnë brezat e ri, në për çdo lami të jetës nuk ka shtet, se mbi bazën e arsimimit dhe shkollimit breznive të reja, krijohen njerëz profileve të ndryshme, qoftë politikës, ekonomisë, ditunisë, shëndetësisë, bujqësisë, mënyrë agrare e tjera, dhe breznit e afta në këtë kuptim, ato udhëheqin shtetin. Dhe shikjue sot, se mirë bane që ma bane këtë pyetje. Zotin Gani, të më mirë kuptojnë shikjuesit, apo teleshikjuesit. Unë si mësimlan si gjuhës shqipe, ku kam nxënës Gjokën, Palin, Ndreun, Ramazanin dhe Hajdarin. Nuk është nevojshme unë në shkollë, shkoj dhe të bëj kryq e të lutem para nxënësve. Unë aty e kam detyrën me spjegoj gjuhën shqipe, të spjegoj letërsinë, teorinë e letërsisë, sintaks, morfologji dhe më parë fonetikën. Dhe kam fjalën edhe të 2 besimeve, apo 3 besimeve. Besimi zhvillohet në kish. Pse jo? Shkoj t'i lutet Zotit për hirin e vetë. Shkoj në xhami, pa tjetër. Por duhet ba kjo diferencë që ne, kur e kemi fjalën shkollë laike, e pamvarun shtet, si shtet në kuptimin e asaj që je i pamvarun në zhvillimin e prosperitetit të komit apo të qytetimit. Shikju e sot, duhet thënë se çdo hoxh, çdo prift, çdo misionar fetar që pengon apo zhvillon antishqiptarizmin, le ta di se është mëkatnor, dhe është i mallkuar prej kombit shqiptar. Kushdo që është i çdo profilit fetar e kundërta, në qoftë se një meshtar zhvillon një mësim të besimit fetar nëpërmes gjuhës shqipe, nëpërmes adhëtarisë shqipe, nëpërmes Zotit që ta duam me gjuhën shqipe, ai le të vazhdoj veprimtarive. E njëjta gjë, një hoxh, një imam, në qoftë se nuk vepron për të ditë se kuj është dhe kuj i takon, dhe le ta di se ne s'kemi ardhur si shqiptar as prej Romet, as Austriet, as prej Greqiet, as prej shteteve arabe. Ne si shqiptar jemi iliro autokton, dhe kjo duhet të ruhet si sytë e ballit. E kundër se pe përfundoj, në qoftë se ne nuk e kuptojmë vigjilencën, se çka do të thotë kombi, gjuha, kultura, qytetënimi, dhe gjithë kronologjia e sa martirëve, atë pavarësisë, atë zhvillimi i gjuhës e letërsisë,
A gjitha lapidare që janë sot kushtue, që nga Gjergj Kastrioti sot e këndej deri te familja e Adem Jasharit, ajo epopej, dhe në kjo mos të reflektoj dhe mos të nderohet me kulminantën më të madhe, duhet të bajmë një pyetje çka veprojmë ne sot. Dhe po e përfundoj këtu për atë pyetje që mbani. Krahasuet ditët e atëhershme dhe sot. Sot janë në mënyrën më të përsosur mundësitë që të bëhet njeriu i aftë nëpërmes shkollave. I ka gjitha predispozicionet që me njerëzit e arsimuam në përqendrat ndryshme evropiane, Amerika, kështu, që të marrin edhe ata në Tiranë, Shkodër, në qytete Gjirokastre, Korçë, në Kosovë, ku do janë, në Shkup, në Tetov, në Malësi, Tena, në Ulqin, Plav, po si jo, letë kthehen dhe ta zhvillojnë veprimtarinë e vetë, sepse me dhanë diploma të pamerituame, dhe t'jap shfalso diplomë, me anë të rushfeteve të ndryshme, ja ke e ban damin më të madh që ekziston atij personit, por fatale për gjenerata që ai merr përgjegjësi. E duke vlerësuar shumë në maksimum hapjen e shkollës së parë shqipe në vitin 1887 në Korçë, e curinë e saj, vështirësitë, sukseset, kontributin që ajo shkollë ka dhënë, edhe sot që ajo shkollë është kthyer në muze për profesori Eceku, çdo person që ka mundësinë të shkojnë në Korçë, mos harroni, pa vizitoni muzeumin, është një vlerë e madhe, keni për të mësuar shumë gjëra do ju ngelin në mbresa në të jetën tuaj, pasi është bërë muzeumi shumë i pasur, është një pjesë e tij është origjinale me të kaluarën, prandaj mos e humbni këtë rast. Vizitojini pasi po ta marrësh kështu nga pikpamja njerëzore, profesor, ajo muzeumi është edhe pjesë e çdo shqiptari, sepse 1887 imagjinoje deri në vitin 1912 që ne morëm pavarësinë, Turqia kishte ligjin e luftës që të mos hapshin shkolla shqipe. Dhe të dënonte po të qëse dikush mësonte shqip, por nuk kishte edhe materiale në atë periudhë. Dhe tani në atë optimizmin tuaj, edhe unë të falenderoj shumë që ju e sollët shumë bukur atë. Pra, në ato vite kur hap shkolla, ishte një pjesë e shoqërisë që ishin të pasur, që ishin të dalë, po pjesa tjetër ishin analfabet. Po sot nuk janë analfabet shqiptarët. Sot shqiptarët janë të mençur, të shkolluar, të ditur, edhe pse kjo periudha e tranzicionit në Shqipëri, kjo është interesante, kjo shesësh diplomat, kjo është, por ta lëmdën një të kaluar të hidhur. Dhe për të folur për historinë e shkollës, ke diçka tjetër për shtuar? Pastaj do kalojmë për eksperiencën tuaj, por për historinë e shkollës, ke diçka për ta shtuar? Po. Shiko, në kuptimin e asaj, unë fola parë për këto plejadat e ndryshme të asaj gradualiteti se si janë arsimua dhe shkollua breznit. Në gjo, ju mire thatë, dhe po e baj një, shpesherja baj një pyetje vetë vetës. A mund të kuptojmë neve çka do të thot ta japsh jetën, me lënë jetën për tokën e vetë, për gjuhën e vetë, për diellin e vetë, për krojet e veta, për mrizat e vetë, për bjeshkët e veta, për detin e vetë. A mund të kuptojmë se ne edhe sot nuk i kem çështjet e përfunduame për disa çështje. Sepse unë e di se arsimimi gërshetohet me histori. Historia gërshetohet me arsimim, po dhe kjo politikë që gërshetohet me histori, le ta pastrojnë vetën në kuptimin e ardhëtarisë shqiptare. Nuk mundemi ne si shqiptar, sepse ju vetë thatë, shqiptarët janë të zotë, të aftë, s'kan nevojë çdo ditë të marrim mësimet e huaja të qendrave të ndryshme.
Shqiptaria ka aftësi ti edukoj dhe arsimoj brezat e vetë.